flas pak me njerëzit se mbarova. Të lutem. Rimar pas 2 minutash. Jo, do t'ja jap edhe Flogertit edhe Fatosit, me që shoh që këndvështrimet janë të kundërta që të shoh anën tjetër. Për problemet kryesore që thot Teliti, informaliteti në ekonomi, edhe dua një shpjegim të paktën nga të dy ju, po besoj nga profesionale dua nga Çoçoli, sa problem është për ekonominë edhe si do zgjidhet dhe a ka këtu një premtim të këto të Partisë Socialiste për shpërndarjen e mirë të ardhurave, që me sa duket është një problem që e pranojmë gjithë. Për të shkuar pak asaj që thot Dori, Gjo, këtu nuk është fush me lule si që thot e drama, por që nuk është sterë, si që thoni ju, edhe kjo nuk ka më të voglin diskutim. Tani, e para, jam dakord unë që... Kemi një problem, Leve. Të lutam, tani... Më falë, është shumë mitësore. Problemi është gjithë dhe që dajme në për studia, për fatin tonë të mirë, asiri nga ne nuk është i varfër. Jemi gjithë profesur stresës stresme, Ata nuk e dim. Ata nuk e dim. Të da sigurej. Se se cili e matë me Të da përshmërin e sigurej. vetë. Kush është profesionist, ekspert, i fushë shumë nga që Teliti, mos i hyk këti A keni parë tasin me krunde, tenxher me krunde të zihet për të ushqyer fëmijë apo? O Dorian, të lutem tani. A keni parë Sekondani se mi lër mua këto populizmat sepse unë atje ku tasin me krunde, kam familjen dhe kam gjithë fisin atje. Dhe di unë si jeton me qiu me 25.000 lekë vjetra. Dhe e pra e, po e që unë më mirë se tia të ma beso, që të rëson unë, edhe vje ma thutin studio mua. Një sekundën, e di unë, po di, një sekundë, po di, a do më qështë tani o burë, a do më qështë tani më vjen shumë mirë që dike. Po si mund ta thush ta refuzosh që në Shqipëri gjysmë vëllezër është varfëri? O Dorian, jenë të rëzdit kohë varfëri. Jenë monolog komplet. Ta bëjmë komplet të njashëm diskutimin, e bëjmë po. Unë të thash në emrin ati. Duhet një ditë tjetër t'ju marrë më vete. Ati kushuriri tim atje që është pika halë që, po ka një gjë. Ato 2 pikat kryesore. Po pra ato 2 pikat kryesore janë këto. E para. Dua mendimin e të dyve. Thelbi i ekonomisë që e ka ndryshuar dhe ekonominë e xhepit të shqiptarëve sot që flasim, quhet turizmi. Tunde kokën në të falë zoti se nuk rriken Tiranë të ti. Ta them unë më bu. Sa është impakt? është hapur dhe arbe. Po më gjoni më se më mbytet, unë flasë për atë qarkun që e njoh vetë atje më burri dhe. E njoh vetun. Unë për të ardhur në Tiranë doja 6 orë. Shkoja në Klos, Burrel, Milot, Shkopet, Dreq, Birë, gjithë atë vija në Tiranë. Tani është hapa jo rruga. E di ti që dhe të fshati im, edhe dhe gjithë fshatrat, njerëzit që nuk kanë qenë aty, të t'jap emrin, Selman Muça, ka ardhur nga Tirana dhe vjen çdo javë atje dhe mbjell dhe ul kostot e jetesës vetë këtu. Tjetri ka hapur bujtin në Gurdbar, disa ka punësuar dhe nuk ka punëtor biles se nuk ka shumë njerëz. Çfarë duhet të them me këtë është që nuk është që more 6 gotat e ujit dhe i pive ti. Nuk është absolutisht ashtu, sepse ka filluar televizia ajo që quhet ekonomia familjare e agroturizmit në gjithë qarkun e Dibrës. Sa entitete janë gjithsej? Me dhjetra dhe me qindra nga Guri Bardh deri në Flogert, të lutem, të respektojmë ata që po na ndjekin. Nuk është puna ti mbushni mendjen ju njëri tjetrit. Unë po ju them, o jonit një të vërtet të madhe. Kuptoj, ju thoni turizmi që Rama, nuk është si çdo Rama që këtu ne ha me Luk Floriri, që se ka thënë, po supozojmë që ka thënë. Por nuk është as termër, është një gjë e ndërmjetme me ngjyra që fal turizmit. Te ura e vashës sot, po të marrë ato që njerëzit e din, sot, që dedje nuk njifej, është një lumë atje, nuk gje vënd tulesh 5 muaj. Pra sot, Shqipëria është kthyer në një atrakcion turistik, që duke filluar nga bar kafe, te restorante, te struktura janë. A e di ti që njerëzit po blejnë shtëpi në Tiranë, shtëpi të dytë, për ta bërë B&B. Dhe marrin nga 2 milion muaj nga B&B. Po tani ti mbyllim sytne. Është informale kryesisht. Të lutem, do të dëgjoj Çoçoli se pastaj dua të dëgjoj edhe Mateo. Për informalitetin ka drejt. Këto 2 problemet, informaliteti dhe shpërndarja e mirë të ardhurave, nuk e shoh Gjukundi në programin e Partisë Socialiste. Është nënkuptuar apo është i vështirë për t'u arritur? Informaliteti është shumë i vështirë. Jam dakord me Dorin që zero nuk e arrin dot kurrë. Por mund ta kufizosh ndjeshëm. Një kufizim ka filluar të bëhet, Mirit, ndoshta janë tregues që vetëm ne ekonomistët i shikojmë dhe i vlerësojmë. Në të kujtohet në shtator ishte një aksion, unë nuk jam për aksione, sepse janë të momentit, jam për një qëndrim të përhershëm me zero tolerancë ndaj informalitetit në tregun e punës që e përmendim me drejtë Dori. Po flisim për atë informalitetin e parave.
që futen në ekonomi. Aty të kam. Pra, një informalitet fort që fshen 150 milion euro, është pikërisht ky pagat e trukuara. Dhe neve, për 4 muaj nga i aksioni, kishim 148.000 paga që u deklaruan në shtet, pra strukturave tona të tatim taksave, bë më të rritura. Qa të regoj kjo? Me njëherë u rrit kontributi ndaj skemës e pensioneve. Ku e duat të nxjerë me këtë? Që ka disa veprime që po ndihmojnë, Flogeriti pak më përpara tha që unë ta them si shifrë, si ekonomist, po është rritur shumë numri atyre familjeve që nuk janë edhe autoktonë në Tiranë, por që kanë ardhur nga rrethet ndryshme, kanë ardhur edhe nga Dibra e Flogeritit, kanë ardhur nga Fieri. Unë kam 2 fjerak në... Okej, po kjo është, shiko, dakord. Çfarë është kjo? Çoçol, se kjo është si ajo që tha ju, dilë në treg dhe shife ka është ajo që ti sapo e the. Turizmi është industria numër 1 e vendit. Okej, turizmi është rritur. Industria numër 1. Ke 5 miliard euro që të janë futur vetëm për vitin e kaluar. Si do shpërndaren të ardhurat? Si do bëhet secili nga ne me nga një gotë? Këto para i kanë shkuar 35.000 familjeve shqiptare, me të ardhura modeste deri të mesme, të cilat kanë zgjedhur pikërisht këtë. Ose një familje, ose gjithë një dhomë, më fal, ose gjithë apartamenti është dënë me qera Airbnb, qera ditore. Po të them edhe diçka tjetër, që dhe kjo është që, më falë, vetëm i vjeli, dhe këto mos u kompleksoni. Nuk janë, ora janë sukseset shqiptarëve gjëtë i Ramës, më vërë. Okej. Se këta kanë frikë se merr Merita Rama. Fakti që... Unë kam një pyetje dhe një përgjigje. Standarde në kursin e kulturës. Brenda një viti 2 herë, tregon që diçka mirë shkon edhe në këtë ekonomin tonë. Ose i kam 2, të tjerës kanë asnjë. Si do marrin të gjithë nga një gotë? Si do shpërndaren të ardhurat në mënyrë më të barabartë? Shpërndarja në mënyrë ideale, sepse asnjëherë edhe rishpërndarja në vendet të tilla që kanë jashtëzakonisht shumë rishpërndarje efektive, si, ç'të them, Norvegjia, Danimarka. Mos ta pretendojmë. Po. Atje rishpërndarja ndodh me këtë që ti thua, që në tërësi ai që quhet koeficient, ne ekonomistët e dim, quhet koeficienti i pabarazisë. Gini e ka, nga një studiues italian që quhet po Maurizio Gini. Dhe çfarë tregon ky koeficient? U verifikua problemi. Tregon që një nga vendet me pabarazin më të madhe në rishpërndarjen e të ardhurave është Shqipëria. E kemi shumë të lartë. E kemi në nivelet maksimale më të lartë se ne vetëm Moldavia e ka. Ne e kemi 34.5 e ka Moldavia. Tani që flasim, ai matet çdo 2 vjet. Do me thonë, shiko, mos më merr krahasime, më thuaj që kjo s'bëhet vlla. Mos e pretendoni kot. Unë po të them vetëm kaq, që rishpërndarja ka nisur. Dhe të vlerësojmë sinqeritetin e qeverisë, gjë që s'bëhet se merr përsipër. Po flasim për mandat kadër për formalitet qeveria më. Të dhëna në mars, që ishin diku tek 180 milion euro. Çfarë i sjellin këto? 187 euro që të përmendi dhe Dori. Sjellin pra që Kosova më shumë serb. Të euro mesatare të pensionistëve, se ti ke hallin për pensionistët dhe shumë mirë për s'ka marrë akoma të pensionistët. Të kanë shkuar 201 euro. Këta turista që vinë, Kosova më shumë djathtë. E mora vesh, serbi, greku e mora vesh.